Elson, mu nuk më interesojnë njerëz se çka po menojnë për momentin në komente, shikues të tu ose shikues të mi. Unë personalisht ty të kërkoj falje publikisht për shokin tem që ka shku asi komente në live stream të une. Ku mu po më vjek keq që as edhe një koment gati nuk ja kum lexu poshës deri diku ku më karon sy për çka e ka. Edhe une të kërkoj falje për çato sene që i kum bo që si kum nal komentet, për shembull, nëse të kanë pengu ty ato komente. Se që ato komente kanë mujtë edhe në video tua me dal, ndoshta edhe të ka komentu dikush qashtu, po unë e di shumë mirë që ti mundesh me imi shly ato komente. E dina krejt këtë sen. Unë nuk po të kritikoj as edhe një sen ma të vogël që e ki qitë ti në atë video. Videot i kom këshyr vetë, kallëzoj publikisht edhe njerëz e din që i kanë këshyr ato video, bashkë me mu e din që ti kum po videot edhe e din shikus të mi Twitchit që i kom që të kom lavdu. Une kum fol senet mira për ty, një youtuber si Gafi që i ka ma shumë se 200.000 subscriba, edhe që i ka se cila video e tina ma shumë se 100.000 shikime, kom fol sene shumë pozitive për ty, edhe që e djali mirë, po ti pas ke marrë këto sene negative. Okej. Mu vesh gjema një youtuber ose një njëri që une kum fol keq me ato, une ty ta zgas dorën edhe të thom ti e ma i miri. Po nuk ka, se une vet jam djall që nuk foli kur në herë për na i kon keq, edhe në qofse e shot di kon keq të bë, thom, okej, ku me dit ka gabu edhe në rregull është. Po une sen të keq s'kum po edhe nuk kom fol. Po, faleminderit shumë pite që në vend se me më thonë Gafi ose Gafuri, e ki zgjedh emrin ma të bukur në bot me thonë Gaforia. Bra. I musha brek tu kesh. Po